fatmirësisht është u rrit numri edhe i skenaristëve dhe dramaturgëve në Kosovë. Cili është dallimi mes skenaristit edhe regjisorit kur janë puna si në teatr, si në film? Se zakonisht njerëzit shpesh i përzihen. E marrin si paku që vjen bashkë. Po, sidomos te na shumicën e hera regjisorët i luajnë dy rolet, edhe të skenaristit. Fatmirësisht është u rrit numri edhe i skenaristëve dhe dramaturgëve në Kosovë, kështu që bashkëpunimet veç kanë fillu me u bë më të mëdha. Do me thonë skenaristi edhe skenari janë që ajo baza prej ku e ndërtojmë filmin. Ajo si skenari si shkrim, si produkt, po përderisa nuk shndrohet në film, nuk konsiderohet vepër artistike. Do me thonë, ajo veç përmes regjisë mrin si një tekst që skënohet mbetet. Po, mbet. Po prap se tekstet nashta mundet me u kthym poezi, po skenar nuk është që lexon dikush. Për shembull dramën për teatr, drama botohet si vepër, edhe jashtë, edhe nëse nuk mrin me u inskenu në skenë, ajo mund me u lexu, njëjtë edhe nashta teksti si poezi ose diçka mund me si vjesh diçka. Po skenari pa u sjell në ekran mbetet veç produkt teknik që është një nisme. Pa, do për shembull me shkruaj dikush një skenar me anis, një regjisor, ose kush do të shoh e ka qëllimin për me bën një projekt, çfarë do të qoftë. Ja nis me shkruajt edhe përfundon anketë po atë lashën ashtu me jetësu qatë skenarist. A ka ndodhur për shembull? Po, unë tu nis prej vetës, i kam kështu nashta jo të përfunduar plotësisht, po si drafte, nashta diku një 10 skenar të shkurta që rrinë që aty. Po mirë është me qenë aktiv edhe me vazhdu me shkruaj, e shumë prej tyne nga njëherë nuk më rrinë, nga njëherë nuk është koha e duhur, nga njëherë për shembull që the më herët më kthy te sfidat, nashta e kini ide cila është super, po nuk janë resurset me bo ato. A ndërlidhet edhe me gjendje momentale për shembull, as s'ka të bëj me atë punë kur gjë? Po, patjetër, lidhet me çka jetu po, çka jetu lezu, çka jetu ngu muzik, krejt ato më rrinë që ti ose ku jetu, që me mri me t'inspiru ty për me shkru diçka. Po, kur te nis po u bo që për shembull, do të gjithçysh para pa aktor, cili aktori shkon që e rola, mandena ato vinë tek masanena. Për shumicën e roleve vinë edhe masanej, po për disa role kyçe i kin mend nashta jo specifikisht veç një aktor, po kin mend disa aktor, për shkak që na edhe është komunitet i vogël edhe prafërsisht i një gati sekret.